Muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, siç e thamë. Edhe profeti, paqja e Zotit qoftë me të. Po edhe njerëzit e dijshëm, edhe njerëzit e dashur të Zotit na kanë mësuar se në muajin e Ramazanit i linin të gjitha dijet e tjera, po themi, dhe përqendroheshin në Kur'an. Sepse, siç e thash, prezenca e engjëjve të Zotit, zbresjen e engjëjve të Zotit më shumë se kurdo herë tjetër. Hapja e dyrave të mirësisë dhe mbyllja e dyrave të keqes. Edhe njeriu është më i paqët me veten, është më i qetë, është duke bërë një adhurim të madh që Zoti e pëlqen shumë, si thotë, vetëm unë shpërblej për të. Pra vetëm Zoti e di se sa është problemi i agjërimit. Nëse në Kur'an kemi që një vepër 1 me 10, 1 me 70, 1 me 700, agjërimi i të kalon të gjitha këto raporte pra. Nuk ka 1 me 700, as me 7000, vetëm Allahu e din se sa shkon shpërblimi i agjërimit për gjithë secilin, për atë që mundohet ta bëjmë me shpirtin e zemër. Dhe duke bërë një adhurim të tillë që afrohesh tek Zoti, duke lexuar fjalën e Zotit Kur'anin, përpara çfarë bënin? Duke lexuar Kur'an, mundoheshin të meditonin te Kur'ani. Pra, ti e ke lexuar Kur'an, na ka ndodhur të gjithëve. E lexojmë Kur'anin sot. Mbas një viti për shembull, kur e nis leximin e Kur'anit, ke një vit eksperiencë kënaqë ajo të fillon edhe kupton gjëra, edhe duket nga një ajet, për ndonjë ajet duket sikur se ke lexuar një herë më parë, sepse të hap Zoti kuptime, të hap Zoti sajt pjekurisë që ke fitu gjitha. Dhe përpara çfarë bënin? Merrnin bazë edhe një fletore dhe shënonin, domethënë meditime që kishin nga libri i Zotit, sepse ato janë udhërrëfim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Pra, muaji i Ramazanit është muaji në cilin u shpall Kur'ani. Është udhëzim për njerëzimin. Dhe aty ka sqarime për çdo lloj orientimi, dhe aty ndahen gjërat, pra, e vërteta nga e pavërteta, e qarta nga e dyshimta, e kota nga e sakta, domethënë nga të gjitha aty ndahen, edhe Allahu Madhe ka bërë që ky muaj i Ramazanit ne të përkushtohemi në Kur'an.